Kur e kom pas përballë kandidatën, ka qenë aq e mirë edhe në intervistë, edhe në test, se ka pas raste për pozita të caktuara që edhe në test me shkrim është dashur me hy, e ka pas CV-n ashtu siç na ka dashur neve për atë vend punës. Edhe mandej fakti që ka qenë shtatzane, kam mendu pse duhet me penalizu dikon fakti që don me kriju familje. Ajo është vlerë në fakt. Nëse dikush don me kriju familje. Edhe nëse ti si rekrutues e sheh që çaj person me të vërtet ka është edhe kjo është pak kështu tricky se mundet nuk do me thonë që në çdo rast ka me funksionu kaq mirë sikur te ne, ajo është pak e lidhur edhe me një element të fatit, them drejtën, po unë kam vendosur me marrë qatë risk. Do të kom punësu kolegën tame, Gretën, e cila pat ardhur me jetu prej Tiranës në Prishtinë. Edhe Greta ka vazhdu me punu në Odë, ndërkohë i ka pas edhe një fëmijë tjetër, edhe Greta aq shumë është rrit edhe është zhvillu atë potencialin që unë e kom pa tek ajo, sa që në fund, kur unë të thot kam dalë nga Oda, ajo jo vetëm që ka qenë zavendës drejtar, po në këtë periudhën derisa u zgjedh drejtori i ri, ka qenë ushtruese detyre. Edhe një mesazh shumë i mirë se ka edhe shumë gra që janë shtatzan edhe hezitojnë edhe me apliku sepse shohin veten të përjashtuar automatikisht.